Nënkryetaria e BDI-s, Arta Bilali Zendeli, ka vlerësuar se 2 vjet pas formimit të qeverisë së udhëhequr nga VMRO-DPMN në koalicion me Vlen dhe Znam, shumica e premtimeve të dhëna para zgjedhjeve nuk janë realizuar. Zendeli deklaroi se bilanci i qeverisë nuk është listë suksesesh, por listë premtimesh të pambajtura. Premtuan kushtetutë të re, nuk hapën as debat. Premtuan ndryshimet kushtetuese për 3 muaj, për 6 muaj, pas më shumë se 24 muajsh nuk ka asgjë, deklaroi Bilali. Ajo tha se nuk janë realizuar as premtimet për barazinë e gjuhës shqipe, përfaqësimin e drejtë, bankën shqiptare, aksionet deri në 10.000 euro për qytetarët, Ministrinë e Diasporës, Akademinë Shqiptare të Shkencave dhe Arteve, spitalet rajonale, si dhe projektet infrastrukturore. Prandaj, emri që sot më së miri e përshkruan këtë grupim politik është ai të cilin tani më në mënyrë meritore qytetarët edhe ua kanë vënë, Nishto, sepse pas 2 vitesh në pushtet, rezultati i tyre është pikërisht vetëm një asgjë. Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se shqiptarët meritojnë politikë serioze, përgjegjësi dhe rezultate, jo propagandë, jo marketing dhe jo mashtrim elektoral. Bilali Zendeli tha se qytetarët kanë të drejtë të krijojnë përgjigje për premtimet e parealizuara, për Kushtetutën e Re, për ndryshimet kushtetuese, për barazinë e gjuhës shqipe, për Bankën Shqiptare, për Ministrinë e Diasporës e për Akademinë Shqiptare.